Moti i përkeqësuar i shoqëruar me rreshje shiu ka ndikuar ndjeshëm në aktivitetin tregtar të tregut të Novoselës gjatë kësaj enteje, që në orët e para të mëngjesit tregu është paraqitur më i qetë se zakonisht, me një numër të kufizuar tregtarësh dhe konsumatorësh, duke reflektuar drejt për drejt edhe në pasojat e kushteve të pafavorshme atmosferike. Por sipas vëzhgimeve të televizionit 6+1 Vlora, tregtarët që kanë vendosur të dalin në punë kanë qenë të paktë këtë të enjte. Shumë prej tyre thonë se rreshtet e vazhdueshme të shiut dhe temperaturat e ulta e bëjnë të vështirë zhvillimin normal të aktivitetit tregtar, sidomos për ata që shesin produkte bujqësore në ambientet e hapura. Për pasojë, disa stenda kanë mbetur bosh, ndërsa të tjera kanë funksionuar me kapacitet të reduktuar. Ana tjetër, tregtarët ankohen për mungesë pune dhe për ulje të ndjeshme të xhiros ditore. Ata theksojnë se përveç se kushtet atmosferike, një tjetër problematik serioze mbetet rënja e fuqisë blerëse dhe mungesa e klientëve të rregullt. Sipas tyre, çmimet janë rritur për shkak të kostove më të larta të prodhimit dhe transportit, por kjo shpesh nuk kuptohet nga konsumatorët, duke krijuar kështu pak kënaqësi nga të dyja palët. Përveç rreshjeve të shiut, një tjetër faktor që po ndikon negativisht në tregun e Novoselës është largimi i qytetarëve jashtë vendit. Emigracioni ka sjellë një rënje të ndjeshme të popullsisë aktive, duke ulur kërkesën për produkte dhe duke ndikuar drejt për drejt në funksionimin e tregut lokal. Tregtarët thonë se vitet e fundit ky fenomen është bërë gjithnjë më i ndjeshëm. Jo, dobët fare. Edhe nga shiu. Po na shiu në që s'na la shiurat punonim. Po qa bëjmë, jemi mësuar, nuk kemi gale. Nuk nga vini? Në na Roskoveci. Vini çdo ditë? Po, çdo ditë. Po, ka rënë edhe për shkak të largimit. Nga jo është më tepër. Respekt, shumë të lira e të mira. Çfarë keni marrë? Ja. Gëzojmë. Bërë në një probleme për alerik të... Ju vini çdo ditë këtu? Gjeni mundësinë? Kur s'ka shtëpia do vim, kur ka. O, shumë mirë janë. Sipas rrugave janë shumë mirë. Të ndan çfarë do të bëni? Po ato që janë pensionistat barishtore. Ç'to blejmë? Vini çdo ditë? Po. Ku jetoni këtu? Këtu në Fitore. Shumë mirë janë. Shumë mirë janë. Çfarë kam bler unë ja presh, lule lakër. Nga Nga ure mi folit. çdo ditë. Po, vemi dhe andeja, edhe larg vemi. Pse zgjidhni këtë treg apo kam shumë? Po këtu e kemi afër, se sa të vemi në për dyqanet janë shtrënjtë, prandaj vim këtej. Tregu i Novoselës gjithmonë paraqitet në kushte të krizës, duke qenë se jemi në një situatë jo vetëm të rreshjeve, por edhe të mungesës së fuqisë blerëse. Tregtarët, të cilët ushtrojnë aktivitetin në këtë treg një herë në javë, ankohen për mungesë të fuqisë blerëse, që vjen jo vetëm nga largimet jashtë vendit, por edhe nga situata e dobët ekonomike.